Një ditë pas aksidentit të shënuar në afërsi të varrezave katolike të Rmajt, sektori i qarkullimit rrugor në Policinë Vendore të Shkodrës vuri në pranga një 38 vjeçare me inicialet AN, banuese në Gru të Re, pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Kjo shtetase ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti është përplasur me 2 automjete të tjera të parkuara dhe me një shtyllë ndriçimi. Fatmirësisht ka patur vetëm lëndime të lehta, ndërsa dëme të shumta materiale u shënuan në këtë aksident rrugor. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetas me inicialet BV pasi ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj babait të tij, MŠ pasi ka kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse, XP pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme, lënda drusore sekuestruar si provë materiale. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi me inicialet MM 70 vjeç banues në lagjen Manusha Limani se ka konstatuar të dëmtuar xhamin e automjetit. Materialet procedurale për këtë rast u referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.